që ky zotëria nuk është i shantazhues. Më thonë kur përdora këtë term, për këtë e kisha. Për grupet kriminale. Kjo është një garanci minimale në këtë moment që po flasim, se ne nuk u parashikojmë çfarë do të ndodhë. Ne shpresojmë dhe besojmë. Un kam shqetësim tjetër. Tani nga vjen shqetësimi i opozitës. Shqetësimi i opozitës vjen. Opozita është e parë që ka ngritur pretendimin që Shqipëria është një narkoshtet. Dhe tashmë kur alati ynë strategjik flet për ekzistencën e karteleve funksionale në Shqipëri, besoj që kjo shkon pak a shumë me logjikën e denoncimit të opozitës, që thotë Shqipëria është narkoshtet, narkoregjim, ku shteti dhe bandat janë bërë bashkë. Tani pyetja është, a mos vallë shqetësimi i opozitës më shumë se sa shqetësimi vetë sa ishte shqetësimi që mund të ketë përcjell Shtetet Bashkuara të Amerikës për një kandidaturë tjetër ose një drejtor tjetër që donte? Unë shpresoj shumë që ky informacion mos të jetë shumë i fortë i besueshëm. Po nëse shu, atëherë si më ngelet shqetësimi i opozitës për përfaqësimin aktual të drejtimit të policisë dhe akoma më keq them unë fakti që në një tjetër kërkesë e alatit ton strategjik refuzohet ashtu siç ndodhi me incidentin ku shkarkuan për 6 muaj Gledis Nanon, vetëm se ai nuk raportonte ke Edi Rama, por raportonte ke ambasada amerikane. Sigurisht po të ishte këtu Ylli Manjani, do na thoshte që mua s'më duhet kurse si një drejtor policie që respekton ke ambasadën, se unë dua të jetë besnik i Edi Ramës, po kjo është në drejtën e Manjanit. Ama, unë mendoj që... Besnik i shtetit, thot. Besnik i shtetit, thot, po unë mendoj që shteti nuk është Edi Rama, po shteti është institucionet. Dhe prandaj, kur ngatrohen institucionet bëjnë njëri dhe njëri u bëhet institucion, përfundojmë këtu pastaj ke ky vendi jonë që ne i bëjmë gjyqin Skënder Hitën, i cili është super oficer. Problemi është, më thënë dhe herë, ajo që e kam thënë që në fillim, që aty të fuzesh edhe danezën, norvegjezin e Enit, prapë fund fare. Do bëhet shqiptar, e kuptova. Fatkeqësisht do dalë ajo që thot opozita. Ky është problemi. Karamuço, kush janë sfidat kryesore me të cilat do përballet Hita që tani që merr mandatin? Call centerat. Call centerat? Lërat e fatit. Ku ka një përfshirje vitet e fundit të disa policëve të korruptuar, të cilët mendojnë që policia është biznes, nuk është punë në shërbim qytetarëve të publikut. E pastaj, duke goditur këto, fillon dhe mbyll rubinetat e pasurimit të shpejt të atyre grupe që në fillim mendojnë që mund t'ja hedhin shtetit duke paguar ca policë të korruptuar, dhe pastaj fillojnë formsohen si struktura të mirëfillta kriminale deri dhe në krim të organizuar. Tjetra janë portet, sidomos ai i Durrësit. Droga. Ai e di shumë mirë çfarë është porti. E ka luftuar, sidomos kanalin kryesor. Po nga ana tjetër duhet shikoj edhe krahun lindor të Shqipërisë, edhe heroin. Pra të gjitha këto janë pjesë në të cilat ai është njohur dhe i din detaje. Ka qenë në Korçë ca kohë. Dhe e di dhe se si është korridori 8 dhe çfarë luhet. Por mbi të gjitha, pa i hyrë shumë analizës në terren. E para, duhet motivoj shumë policin. Duke filluar që nga ato dietat, e që nga ato orët jashtëorare. Që ju vjetë goja këtu nga mbrapa çdo policit thjesht. T'ja ngrej dinjitetin policëve. Më kupton? Dëgjoj, sfida parë është 17 prilli, është protesta opozitës njerë, se Ilir Prodas ja ngri kokën në... Protesta do bëhen gjithkohë. Ato janë procedura. Menaxhimi them, ose të paktën Proda me këtë justifikim u largua. Shikoni, menaxhimi nuk është punë e drejtorit përgjithshëm të policisë shtetit. Ai lë një urdhër. Respektoni procedurat standarde ndaj turmave nëse bëhen agresive. Çdo person ka të drejtë të bëjë protesta kur të dojë dhe si të dojë, por jo të dhunshme. Të dhunshme pastaj do të ruaj rendin dhe sigurinë. Sipas përshkallëzimit që një ligji, jo Skënder Hitaj, askush tjetër. Ka një ligj i vet. Ai ligj është përdorur. Edhe në kohën e atyre edhe në kohën e këtyre. Në të dyja krahët. Ne po flasim për një gjë tjetër. Pra, t'i japi respektin e dur uniformës, nga fillon. Nga paga. Nga trajtimi. Nga uniforma që ju ka ai në dorë. Kjo nuk është në dorë. Po një sekondë. E ka ai në dorë, këtë do të kuptoj. Është nxitës. Dhe do të përgjithshëm. Iniciatori parë i kërkesave dhe nevojave që ka trupa e policisë shtetit. Po zbardhjet e ngjarjeve kriminale mi harrove këto. Një sekondë, tani ti marrëra, ai do pikat. Të shkruaret harruara tani. Se kanë lexuar edhe disa nga këto, platformat e tyre që kanë prezantuar. Për shkak të interesave, se shikoj në kuptimin kriminologjik se ku e kanë këta, pra ku e kanë qasjen. Po, ku e kanë qasjen? Ku e kanë qasjen? Pra fillohet nga trupa. Pati një kontribut shumë të mirë që bëri në atë kohë Proda, drejtori i përgjithshëm Proda, insistoi me forcë, edhe për shkak të shumë arsyeve të tjera dhe ndërkombëtare, për një rritje page
goxha të konsiderueshme për Enea. Kjo gjë nuk do të ndodhë vetëm me Enea. Pra indeksimi i pagave që ndodhi policia dhe ajo shtesë që u bë, nuk ishte e përfillshme. Mirë. Më fal. Kjo një, po. Pse? Duke rritur këtë pjesë, pastaj shikon dhe hedh syt ke korrupsioni brenda radhave që unë thash që në fillim. Një luftë për pastrimin e radhëve. Sepse nuk fillon balta nga drejtori që ja hedhin me pa drejt nga një herë, po fillon nga poshtë. Ata e fillojnë, të pare. Kontakti drejt për drejt me personin në terren, që kur fillon dhe i merr lekët. Qytetari dhe i kërkon, pse të ndaluar, po jo më kot, po çka kemi në gjë aty brenda? Më kupton? Që këtu. Do thuash ti a punojnë institucionet e tjera, patjetër, dhe ama poja dhe kjo dhe ajo. Por është fryma që i jep drejtuesi. Tjetra, ka shumë dosje të pasbardhura, jo vetëm për shkak të vështirësisë së ngjarjeve dhe të performancës së lartë të autorëve, po edhe për shkak se këto i kam fshehur policë që i kanë bashkëpunuar me krim. Ato dosje duhen marrë, duhen hapur dhe njerë dhe duhen parë. Po Hita i bie të bëjë revolucion aty tani. Po një sekondë, ka qenë oficer krimesh, i dijaj. Një oficer krimesh i vjetër, 25 vjeçar, sa që është Skënder Hitaj, bashkë me ata të tjerë me Nallbatin e ata, se aty i ka të gjithë, që janë veteran ata, janë senator, quhen polici, me ta hapur dosjen e kuptojnë me njëherë kush janë veprimet që s'janë bërë, edhe pse s'janë bërë. Pra edhe kjo do vullnet, edhe kjo do fryt. Se me të marrë vesh ata poshtë që kanë filluar po hapjen dosjet, do shikosh se si i vjen. Se i kanë brapa kurizit ata, këto të pezulluara që quhen, pa autor. Më kupton? Pra janë shumë dëgjoj, puna e policisë është një punë shumë komplekse, që nuk zgjidhet në një ditë, po do frymë. Dhe fryma vjen vetëm nga lart. Okej. Kaq. Priti bëj një pyetje çipës para se ta mbyll çështjen e drejtorit të policisë. Ma nxjerr pak regjia grafikën e gjithë drejtorëve që kanë qenë përgjatë këtyre viteve, nga 2013 deri në 2026. Pra nga Artan Didi që ka mbijetuar një vit le të themi në detyrë, 2013-2014, Haki Çako nga 2014 në 2018, pra 4 vite.